Bëj me shpëtimin. Ky zotëria që folja është Eduardi, është baba i punës, që ku është nomin sante. Përshëndetje. No, po me këtë do jem sante, që ku e kam, qapa qule me ti, që? Sa do presjo jo se di. Deka Marova, sante, zjarë, vende s'ka, këtë për bëj këtë story, gjithsesi, me ju të regu që i kena ardhë. Shifna sante aty. Luizi artisti jone i daur na ka surprizor të gjithëve me këtë super performance që ka bere, ai është minpritur nga të gjithë emigrantët shqiptare që jetojnë jashtë trojeve tona, gjithë secili nga fansat ka kënduar ne kur çdo këngë që ai këndoi playback. Gjatë performances, por gjithashtu të shumë të ishin ata të cilët kërkuan të bënin foto me Luizin dhe ta përqafonin atë, por nuk ishte vetëm kaq, sepse Luizi ju ka kënduar dhe këngën e re të cilën nuk e ka publikuar ende, një balade e cila pret zemrat dhe shpirtrat e shqiptarëve, por edhe të fansave të huaj. Kjo balade do jetë padyshim hit, një balade e ndjere e cila do të marrë shikueshmëri të lartë, e padyshim fansat janë surprizuar, ka pasur dhe nga ato fanset e cilat këndonin këngën e tij duke vajtuar me lotë gëzimi e Luiz, çfarë emocioni që përcjellje unik në llojin tënd ju a merr zemrat publikut dhe i bën të qajnë nga gëzimi. Pak minuta më parë Luizi publikoi dhe një pjesë të balades e cila tregon qartë se çfarë cilësie dhe çfarë muzike është të përcjell një super emocion dhe është muzikë ndjere me shpirt. Ne i urojmë suksese Luizit për këtë super balade dhe ne çdo drejtim që ai ka nisur tashmë, aktor, ambasador dhe artist, suksese. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.